Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve. Përshëndetje për bollokun dhe për dashurinë. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Faleminderit miqtë e mi. Dhe tani do shikojmë energjinë, shnaton energjia e përgjithshme e tarotëve, shnaton tarot për sot, për ditën e sotme. Jeni pak të vetmuar. Në vetminë tuaj, ju reflektoni për gjërat që doni të krijoni në jetën tuaj, që t'ju bëhen realitet. Ndriçojeni në rrugën tuaj nga ky fener që mbani në dorë. Jeni person që besoni në botën tuaj të brendshme, në shpirtin tuaj, pra në botën tuaj të brendshme shpirtërore. Jeni pak të menduar tek pjesa e bollokut, sepse këto moneda, këtë bollok që ju merrni, nuk ju bind brenda vetes tuaj për të realizuar qëllimet që doni të keni në jetën tuaj, pra doni të krijoni në jetën tuaj. Pra doni të keni një punë të dytë. Pra, një biznes të dytë. Keni pjesën e botës tuaj të fëmijërisë. Pra, shpeshherë ju mendoni, kur jeni në vetminë tuaj, mendoni fëmijërinë tuaj. Keni pasur një lidhje të fortë me një nga pjesëtarët e familjes. Dhe në këtë periudhë të jetës tuaj, ju doni që marrëdhëniet që krijoni sentimentale, marrëdhëniet miqësore, marrëdhëniet në punë, marrëdhëniet e dashurisë, të kenë në bazë sinqeritetin. Pra, jeni shumë personi sinqert. Dhe shpeshherë mërziteni kur lidhja juaj ka gjëra që nuk shkojnë mirë. Pra, në lidhjen tuaj shpeshherë gjërat kanë atë ulje ngritjen. Bëjmë pak toksike, kjo lidhje bëhet pak toksike, influencuar më shumë nga njerëz të jashtëm, nga energjia e jashtme e njerëzve që ndërhyjnë. Por sot, çdo gjë do të ndryshojë, sepse ju merrni një lajm shumë të mirë tek pjesa e dashurisë, tek pjesa e bollokut financiar, tek pjesa e punës, për një punë të re. Keni dyshin e monedave. Dyshi i monedave është një letër e cila tregon që ju në infinit do të keni bollok. Tek pjesa e financave. Edhe kur detit ke dallë dhe anijet me zi të lundrojnë, ju do të keni gjithmonë në duart tuaja do të jenë të mbushura dhe do të keni bollok. Meditoni në vetminë tuaj për të gjetur atë përgjigjen e duhur, duke folur dhe duke nxjerrë në pa gjëra që doni të bëni në jetën tuaj. Meditimi është një pjesë e jetës tuaj, që ju e bëni shpeshherë në vetminë tuaj, flisni me fëmijën tuaj të brendshëm dhe merrni nga ai fëmijë i brendshëm në subkonsciencë përgjigjen e duhur. Keni një punë, do të gjeni një punë të mirë që do t'ju rrjedhin bolloku, do t'ju rrjedhin monedat në pafundësi. Sepse ju jeni një person shumë punëtor, që ashtu si i kërkoni monedat, ashtu dhe ju vinë në jetën tuaj. Jeni një person i zhytur i tërë në bollok. Me këtë pëllumin e paqes në dorë, ju jeni, i mbushur plot me dashuri, me mirësi dhe me bollok. Këto ishin disa nga mesazhet e tarotëve për ditën e sotme. Faleminderit shumë miqtë e mi.